Përshëndetje, unë jam Enver Shaboni, jam shef I kuzhinave Hipetral Corporation. Sot për emisionin në Majtë e Gjuhës kemi vendosur ta përgatisim një steak, një fefa steak. Për këtë recetë në vitin zakonisht bifi, mishi, biberi gjelbërt, perime të ndryshme, patate, pyre, çka të ketë. Startojmë më së pari me forgimin e biftekut. Siç e kemi cekur edhe për emisionet të tjera, sot është bërë gatimi shumë I lehtë, duke pas parasysh që kemë shporedat, skarat, furrat, të frigo deluxit, që na I bojnë neve kuzhinave jetën më të lehtë për me përgatitur një specialitet, edhe me do një specialitet qysh është mas miri. Pra ne startojna me forgimin e biftekut dhe me prerjen e perimeve që ne nevojitim për të servuar biftekun. Derisa bifteku merr ngjyrë dhe futet në furrë në 180 gradë për 10 minuta, ne kemi kohë në anën tjetër të bëjmë përgatitjen e perimeve edhe përgatitjen e sosit. Po humbur kohë startojmë me përgatitjen e perimeve. Edhe për këtë recetë I marrim perimet sezonale që kemi në treg, edhe që nuk kushtojnë shtrejt. Edhe këto I prem për së gjati, se edhe duke më bukur në pjatë edhe fërgohen shumë ma lehtë. Me të gjitha llojet e perimit që kemi këtu, që të bëhet pjata sa më e bukur edhe për sy. Për sosin e biberit që të përgatisim, në nevojitim speca, e mipë në fëmë të vogël të prerë. Ne përdorimi specën e koq dhe specën e verë. Me qenë se biberi është vetë I gjelbërt. Edhe këtu I shtrojmë kemën e kuqe. Perimet për sosin I fërgoj me vaj liri, qëse pak vaj liri. Perimet, I hedhim. Marrë një për këtëve. Derisa piret përgatitet në një anë, në anën tjetër e përgatitet sosin. Derisa biftekët merr ngjyrë në anën tjetër, kemi kohë 5 minuta për ta futur në furrë në temperaturë 180 gradë. Në lagështi bëjmë 40%, që kur ta shërbejmë mishin në pjatë, që të jetë mishi medium. I hedhim biberin e gjelbërt sipër, këtu te perimet, ku do ta përgatisim sosin. Veç piret janë gati. Tash me qëse bifteki ka marrë djanë ngjyrë, e vendosim në furrë për afërsisht 5 minuta, në temperaturë 180 gradë. Siç e cakëm edhe më herët, me furrën e frigo deluxit, me modelet e reja tash të viteve të fundit, neve kuzhiniera nuk ka bërë puna më e lehtë. Nuk kemi nevojë me prit biftekin derisa të fërgohet ose medium ose veldon varë që shlyp klienti, po kemi mundësinë me fut në furrë, edhe furra kryen procesin e vet. Në atë moment që vjen pjekja 60%, furra jep alarmin që bifteku është gati, na do ta nxjerrim. Derisa bifteku piqet në furrë, ne fërgojmë perimet. Edhe perimet I hedhim me krep edhe biber. Pyret I kemi të gatshme. Ato me demiglasin, të ne kemi përgatitur paraprakisht, se përgatitja e demiglasit zakonisht banon pikon 24 orë për me qenë tamam demiglas. Dhe për këtë arsye ne kemi pru të gatshëm. Tash I lëm sosin derisa të vlen.
Domethënë sosi tash ka vlu, e troshi pak me një sestër. Po tash edhe sosin e kemi gati. Mund të largojmë nga zjarri. Tash e këshymi biftekun. Bifteki është tamam ashtu siç kemi dëshiruar. Është i pjekur medium. Domethënë bifteku nuk duhet të shërbehet në pjatë miniher pasi të nxjerret prej furrës ose prej tiganit. Duhet të pushojnë 2-3 minuta që lagështinë që kombena me qitën jashtë. Derisa bifteki pushon, në anën tjetër ne e bëjmë servimin e pjatës. Këtu kemi pyret. Në klamo patate pyre. Me perimet të freskëta. Perimet jemi në mes. Atash, me që bifteki ka pushu kohën e duhur, e servojmë këto sipër perimeve. Dhe shërbejmë me salcë, biberit, gjelbërt. Kështu pra. Kjo është një kombinim perfekt. Këtë pjatë nuk kemi nevojë me dekoru me asgjë tjetër, se të gjitha ngjyrat e mëshme i ka mbrapa. Pra, për emisionin e sotme, kjo ishte stek me sos fefer, me perime të freskëta dhe patate pyre. Ju bëf mirë.